Qeveria shqiptare ka zgjedhur të ndërtojë modernizimin ushtarak të vendit mbi një marrëveshje të mbyllur, të lidhur pa transparencë dhe pa debat parlamentar me kompaninë private Elbit Systems, një aktor qendror i industrisë izraelite të armatimeve, në një moment kur vetaleatët e NATO-s po e distancojnë këtë kompani për shkak të hetimeve për korrupsion dhe shkelje të rënda të rregullave të prokurimit. Në mesin e vitit 2025, Kryeministria dhe Ministria e Mbrojtjes e paraqitën publikisht këtë proces si një bashkëpunim strategjik ndërqeveritar me shtetin e Izraelit, duke shmangur qëllimisht faktin se bërthama e marrëveshjes është një kontratë direkte me Elbit Systems, kompani private që furnizon ushtrinë izraelite me artilleri, dron, municione dhe sisteme mbikëqyrje dhe që operon në tregun global përmes kontratave fitimprurse. Sipas të dhënave të disponueshme, marrëveshja përfshin furnizimin e forcave të armatosura shqiptare me obuz vetlëvizës Atmos 155 mm, prodhuar nga Saltom Systems, filiali e Elbit, një sistem artillerie i montuar mbi kamion taktik me rrezë veprimi mbi 40 km kur përdoren municione të avancuara, i projektuar për goditje të shpejtë, zhvendosje të menjëhershme dhe integrim me sisteme digjitale zjarri. Në të njëjtën paketë përfshihen mortajat autonome, Spear 120 mm, sisteme me mbrapsje të butë, të afta për të montuar në mjete të lehta me ekuipazh minimal dhe me aftësi për të kryer qitje precize deri në 10 km, duke i dhënë njësive toksore shqiptare kapacitete që aktualisht nuk i kanë. Kontrata parashikon gjithashtu furnizimin me dron taktik, konkretisht me modelin Magni X, një quadcopter i vogël për zbulim dhe vëzhgim i aftë operojë edhe në kushte bllokimit të GPS, si edhe me dronin Thor, një platformë më e rëndë që mund të mbajë municione të vogla dhe të kryejë goditje të kufizuar ajrore, duke i dhënë ushtrisë shqiptare një kapacitet të risulmues që deri më sot nuk ka ekzistuar. Faza fillestare e kontratës parashikon dorëzimin e të paktën 10 njësive dronësh, por dokumentet flasin për një zgjerim të mëvonshëm i lidhur drejt për drejt me ngritjen e kapaciteteve prodhuese në territorin shqiptar. Një element kyç i marrëveshjes është transferimi i teknologjisë dhe ngritja e linjave të prodhimit për dron dhe artilleri në ish uzinën e Bakrit në Rubik, e cila do të shndërrohet në një qendër prodhimi ushtarak, duke e lidhur industrinë e re të mbrojtjes shqiptare drejt për drejt me teknologjinë dhe licencat e Elbit Systems. Në letër kjo paraqitet si ndërtimi vetëmjaftueshmërisë ushtarake, por në praktik kjo do të thotë se një kompani private e pezulluar nga NATO do të ketë rol themelor në prodhimin dhe standardizimin e armatimit shqiptar për dekadat e ardhshme. Një tjetër komponent i kontratës është rihapja e shkollës së aviacionit në Vlorë me një fond publik prej rreth 9.2 milion eurosh, kur Elbit do të furnizojë simulator fluturimi dhe programe trajnimi, duke e kthyer akademinë në një qendër rajonale për pilot ushtarak dhe civil, çka e lidh edhe arsimin aeronautik shqiptar me një kompani që ndodhet nën hetim ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo marrëveshje po finalizohej në Tiranë, Agjencia e Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s vendosi më 31 korrik 2025 të pezullojë Elbit Systems edhe filialin Orion Advanced Systems nga pjesëmarrja në tenderet e rinj të aleancës, pas një hetimi të gjerë të udhëhequr nga autoritetet belge në bashkëpunim me disa shtete europiane dhe me SBA-t. Hetimi fokusohet në dyshime për rishfet, manipulim tenderesh dhe përfshirje të ish-zyrtarëve të NSPA-s në skema ku kompani private përfitonin kontrata përmes pagesave të paligjshme. Si pasojë u pezulluan 15 kontrata ekzistuese me vlerë rreth 100 milion euro, 13 prej cilave lidhen drejt për drejt me Elbit Systems. Në këtë kontekst, merr rëndësi të veçantë rasti i Mbretërisë së Bashkuar, i cili tregon se si partnerët kryesorë të NATO-s kanë reaguar ndaj të njëjtës kompani që Shqipëria po e përqafon pa rezerva. Qeveria britanike kishte lidhur një kontratë afatgjatë me Elbit Systems për trajnimin e ushtrisë britanike dhe furnizimin me sisteme trajnimi dhe simulimi, një kontratë që arrinte vlerën rreth 2.6 miliard dollar. Pas auditimeve dhe verifikimeve të brendshme, autoritetet britanike konstatuan shkelje serioze të rregullave kontraktore dhe të standardeve të prokurimit, duke çuar në anullimin e kontratës dhe në distancimin institucional nga Elbit Systems. Pra në të njëjtën periudhë kur Londra anullonte një kontratë miliardçe për arsye integriteti dhe rreziku reputacional, Tirana po nënshkruante një marrëveshje të re të mbyllur dhe pa shpjegim publik. Vlera reale e kontratës shqiptare nuk është bërë kurrë publike. Vlerësimet variojnë nga 400 milion deri në 1 miliard euro. Burime të shumta flasin për një skem financimi ku Elbit siguron kredi nga banka ndërkombëtare, ndërsa shteti shqiptar ofron garanci sovrane, çka do të thotë se shlyerja e kredisë, interesat dhe penalitetet eventuale do të bien mbi buxhetin e shtetit dhe mbi taksapaguesit shqiptar. Asnjë nga këta element nuk ka kaluar në kuvend, nuk është diskutuar publikisht dhe nuk është shoqëruar me analiza kosto-përfitim, ndonse bëhet fjalë për sektorin më të ndjeshëm të sigurisë kombëtare. Në këtë mënyrë qeveria shqiptare ka zgjedhur të ndërtojë sigurinë kombëtare mbi një marrëveshje të fshehtë me një kompani të pezulluar nga NATO me sekser si Ron Jefet, mik personal i liderit global dhe me një barë financiare që do të rëndojë për dekada. Ky vendim nuk prek vetëm armatimin, por mënyrën se si merret vendimi në Shqipëri, kush e kontrollon industrinë e mbrojtjes dhe kush mban përgjegjësi kur kontratat mbyllen larg syve të publikut.